Miqdashur, po rikthehemi këtu në studio për të vazhduar me informacionet të cilat i kemi përgatitur për sot. Kemi një atmosferë të mrekullueshme në studio. Kronika paksa e trisht, prandaj miqdashur do të mundohemi që gjithmonë të jemi ata ne guximtarët ata të para që të themi fjalën më fal. Edhe pa marrë parasysh se çfarë ndodh në jetë, le të jemi ne ata të parët sepse të falësh është guxim, nuk është frikë apo jo. E hujnore. Po, dhe është hyjnore. Atëherë miqdashur, siç e përmenda në fillim, unë thash që sot do të kemi në lidhje me kronikën që na u lidhen rastësisht në gjëra, dy të ftuar, të cilët nesër mbrëm e kanë premierën e një shfaqje jashtëzakonisht e fuqishme. Dhe unë do ta lexoj informacionin që të mos bëj gabim në gjatë interpretimit. Do të thoja që nëse Shakespeare do të kishte jetuar në shekullin e 20, ndoshta do të kishte shkruar tekstin në përballje me vdekjen. Një dramë e vogël në formë, por e madhe në shpirt, kur njeriu rri ball për ball me fundin, jo për të sfiduar, por për ta kuptuar. August Strindberg, ky mjeshtër i shpirtit njerëzor, na la një tekst që sot tingëllon si pasqyrë e kohës sonë. Është vetmia, braktisja, dashuria që vënon dhe drita që fiket ngadalë. Për këtë vepër, për simbolikën e saj dhe lidhjen e thellë me Mbretin Lir të Shakespeare-it, sot kam kënaqësinë që të bisedoj me regjizoren Afërdita Nuhiu, e cila ka sjell këtë tekst në skenë me një frymë të re, dhe aktorin Blerim Ismani, aktor i teatrit të Tetovës. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhën me 9:11. Faleminderit shumë që gjatë atë kohë jeni në Afërdita, unë për të pyrjen kështu paksa mendova që ta përkufizoj pavarësisht me mendimet e mia, edhe pse arti është shumë i bukur dhe është subjektiv gjithmonë. Unë e perceptoj ndryshe, ti e sheh ndryshe, ai ndryshe, por jeni ju ata regjisorë që dini të na kombinoni edhe të themi ne atë që thoni ju. Kështu jemi. Më thuaj, çfarë tërhoqi tek vepra në përballje me vdekjen e Strindbergut? Pse vendosi që ta punosh këtë vepër? Dëgjoj, unë jam regjizore që më pëlqejnë shumë temat sociale, më pëlqejnë shumë raporti prind-fëmijë, më pëlqejnë tematika që prekin thellë në ndërgjegjen tonë edhe vetë në konceptin tonë si familje. Realisht, vepra e Strindbergut, po ta shohësh është vetëm një akt, vepër, është vepër shumë e shkurtër edhe vetëm ka pas linja, e babait me 3 vajzat e tij që mua vetëm ka intrigu për faktin se mënyra se si sillen ato me babain e tyre. Ju siç e dini, Strindbergu është vetë autor që është shumë i ftohtë, është mes mistikës, okultizmit, simbolikës, më kupton? Edhe fakti që unë vetë kështu të rthora kur e parë si tekst, nuk është se më dha për te asaj diçka për më shumë, edhe tu e lexu tekstin, aty më lindi ideja dhe aty e kisha krisjen e parë që unë mund të bëj diçka me Mbretin Lir. Ajo që the ti është Shakespeare me Mbretin Lir bashkë me disa copëzat mijat tjetës time. Është i kombinuar. Po, unë kam gërshëtu këto dy autor, po kam diçka edhe autonome. Po. Mua më pëlqej diskutimi pak para se të fillojmë me intervistën ku Afërdita dhe Dritroj ishin duke biseduar se Shakespeare nëse do ta jetonte në shekullin ton, a do ta kishte shkruar të themi këtë vepër. Si mendon ti? Unë duke marrë parasysh Mbretin Lir, se si e ka bërë, është një vepër kapitale, është një vepër shumë e madhe, që ka shumë dimensione, por Strindbergu e ka fokusuar konkretisht në një shtëpi. Po, pikërisht. Nuk e di nëse ai në fakt. Dhe gjitha atë gjama që është e Mbreti Lir, edhe kjo po të njëjtën e ka. Dëgjoj, po Shakespeare është atë shumë dimensional që ti brenda një shtëpie mund të bësh vizionin tënd. Por atë jemi ne regjisorët që ndërtojmë mbi atë çka ka bë autori. Unë nuk e di nëse ai faktikisht fiktiv do e kishte shkruajt këtë, por që Strindbergu nëse do kishte qenë gjallë, do kishte bë kombinim me Mbretin Lir mbase edhe mund. Se ai edhe ashtu e ka pasi inspirim. Ka ndje shumë të qartë të Mbreti Lir që ka marrë spungo për atje referenës. Andet e Mbreti Lir vdesin të 3 vajzat e Mbretit Lir, dhe që duhet një prindit jeta pa fëmijët e vet. Dhe ky përsëri nuk ka gjetë zgjidhje dhe në fund e vdes babai. Dhe që jetojnë vajzat. Që jetojnë ata. Flion veten për të jetuar Realisht Strindbergu e ka që e helmon personazhin e prindit, e helmon paraprakisht, para se jep shtëpitë, edhe e lën që flakët e shtëpisë ta kollaborojnë vetë për çështjen e sigurtës. Po simbolika e asaj që ai e helmon, po ne kemi bë komplet diçka. Pastaj do të flasim për këtë sepse për përfitimet e vajzave të cilat do kalojnë. Po mirë, më thuaj,
Ç'ishte ajo që të frymëzoi konkretisht, a ishte tema e vdekjes, sepse ti je si një regjisore që i ke qef pak sa këta temat morbide, edhe ke qef që ti të ljerësh pak, ti tërheqish, tu hapish thekse më të veçanta. Sepse zakonisht ne kur bëjmë leximin e parë, na duket shumë në rregull, një dramë që ka një emocion, që vetë krijon dikush, po kur futesh më thellë, zbulon shumë gjëra. Ishte ajo vdekja e prindit që flijon veten? Që të glaboroj, që të tërhoqi? Jo, unë e kam Çfarë ishte dita? në veten time, do me thënë vetë në subkonsciencën time, do me thënë mendoj që ne vetë si që një njerëzori jemi njerëz që harrojmë që do vdesim një ditë. Edhe fakti që kjo është një përballje e tekstit, edhe pse unë i kam bërë këto dy autor, është që ne t'u angrem pikpyetjen njerëzve për t'u thënë që çka jemi ne përpara se të vdesmin. Se ne gjithkohës pretendojmë që bëjmë diçka që kur të vdesim bëjmë diçka, por në fakt ne nuk bëjmë asgjë për atë që na vjen pas. Është më shumë fetare se sa shkencore kjo. Dhe fakti që unë e kam bë që prindit vetë flijohet, është që prindi e sheh vetëm si interes ndoshta të vetin që gjithkohës thotë që unë ty për atë kam lindur, se kush do kujdeset për mu pastaj. Po jo, është thjesht koncept. Edhe në prova vërtetësh kështu si bëj shaka. Do ta pyes Blerimin thjesht me dëgjimin. Po, ashtu jam, po. Ta pyes Blerimin thjesht me dëgjimin, dritro. Dërim si Unë me këtë... Anën e majt ka problem, vazhdo Kam një muzikë me vete, nuk duhem kufje fare. Një simfonie. Dërim më thuaj, si është Perspektiva aktorit, herë e parë që punon me Afroditën apo ke patur projekte tjera? Është herë e dytë. Njerë kemi punu bashkë, edhe Afrodita si aktore, që është herë e dytë që punojmë. Do të ke qenë si aktore dikur ditë ka? Po, Bashkë me partnerit. Dhe sot si regjizore. Si regjisore, na ka lënë përshtypje të mirë për moshën skenike që ka. Dhe për vullën e veçantë që e ka të regjisë. Po, dëgjoj tash. Ka bën një shfaqje, prej atyre shfaqjeve ti e di ç'dua të them. Që edhe po të duash ta bësh keq, nuk bëhet keq. Nuk bëhet keq. Nuk bëhet keq. Kështu që kur duhesh ta shohësh, do ta shohësh. Premiera do të jetë nesër në mbrëmje? Nesër në 6 ora. Në ora 6. Në ora 6. Pse në ora 6? Për shkak të mitingeve partiake. Të bimeve. Do të thënë shkaku i politikës postohet edhe premiera e teatrit që zakonisht vullën e barbotën e banorën 8 në mbrëmje. Politikës ne punojmë në Pallat të Kulturës, se s'kemi teatr. Nuk kemi ç'bëjmë, po këto janë, pra miqdashur mos harroni nesër në ora 18 në Pallatin e Kulturës në Tetov, derisa të bëhet edhe teatri. Shpresojmë që do të edhe pse informacionet janë që biletat janë shitur për premierë, edhe për reprizën e parë, por do të interesoheni të gjithë që të shkoni sa më shpejt për të parë këtë shfaqjen të mrekullueshme, një dramë e cila na prekën të gjithëve, se në çka investojmë ne si shoqëri dhe se si do e kemi feedbackun në të ardhmen, për të parë një pasqyrë nga këndvështrimi i autorit Strindbergut bashkë me kombinimin e Shakespeare-it dhe të gjithë këtë mishmashin që e ka bërë Afrodita. Besoj që do t'jenë shikuesi tanë. Valbona, këtë një pyetje kështu? Do pak ta zgjeroj, sepse e di që dy aktorët në fakt e shohin vdekjen si një, të themi kështu, çlirim. Si e shefni ju? Të dy autorët, do më thënë edhe Shakespeare e shef si çlirim. Autorët, po. Breti Lir edhe Strindbergu. Po. Sepse fliohen në fund, po? Sipas ju si është vdekja? Është një çlirim apo një vazhdimsi, të themi kështu, një dimensioni? Teoretikisht është çlirim. Teoretikisht, praktikisht është vetëm vazhdimsi. Vazhdimsi. Po të pyetish mu si musliman, më keq e ke. Do të thënë vetëm e vazhdon vuajtjen edhe në botën tjetër. Vazhdon. Nëse s'kemi qenë të mirë në këtë botë, ç'është fetare ashtu thuhet. Nëse nuk e qenë i mirë në këtë botë, nuk di të falësh, në atë botë është vazhdimsi. Po puna është se ti nëse nuk mund ta zgjedhësh një problem sa je gjallë, si do ta zgjedhësh mbasi të vdesësh? Po pra. Mendoj që kur jemi gjallë mund të neglizhojmë disa problematika, të vazhdojmë me jetën, mirë po në atë botë duket që nuk do të kemi mundësi që se dim, po. Se dim, Po. Po, pyetja ishte si për çështjen e vdekjes, apo? Po. Për aktorët role më të rënda se këto nuk ka. Drejtoro?
Domethënë, Nuk ka provë. po si. Sepse drejtoj vetëm pinë. Është i Po pavdekshëm. regjisorët është kollaj, se thotë vis. Drejtori është i pavdekshëm në... Jo, unë i kam zakonisht ata rolet i kam kështu të një pianesa. Po pra, po do të për atë. hiqem dhe vdek. Jo, më fal, kam patur një 4 vdekje kam patur në teatr. E kam patur tek Tri Motrat, tek Shusteri, kam patur shumë. Po tash te Ricardi. Shi vdekjet e befasishme janë të mira në skenë. Ky përgatitet për vdekje tamam. Kjo përgatitja psiqikisht, për të përgatitur jo. Unë i kam pas të rastishme, do thënë ka krisur një pistolet nga mbrapa, edhe ndonjëherë nuk e di ku duhet të bie. Kemi kështu raste, por kjo përgatitja psiqikisht për të mbushur për atë, është vërtet një emocion shumë i vështirë. Shumë e vështirë për të arrit. Shumë e vështirë. Po jo ma si ke ban të zonë një 20-30 role në teatr. E ke ma kollaj se tjerë. I ke më kollaj, sepse ke eksperiencë dhe di dhe ke autoreferenca të ndryshme jetësore, ku mund të nxjerrim, sepse çdo aktori ka ato xhokerët e vet. Realisht, të flasim. Sepse Afrodita i dihet, këta, si e cili e luan atë letrën më të mirë që e ka ndonjëherë, dhe mundohemi të nxjerrim, por është një profesion shumë i shenjtë, sepse gjithmonë duhet çdo gjë që ta jep dikush ose që e ka shkruar, ti duhet ta fusësh në veten tënde, duhet të jetosh me atë, edhe duhet të flasësh, edhe fillon ti mendon si një personazh. Dhe kjo dramë të bartë edhe mbas premierës. Dhe kjo është e bukur e këtij profesioni, por edhe e keqja e profesionit. Sidomos, domethënë këto lloj veprash, mendoj që ti edhe këto besoj që edhe kur dalin pas provave, unë e di sepse përderisa unë merrem gjithë natën me shfaqjen edhe gjithkohës mendoj që jam aty gjithkohës në prova. Para mendo këto që e luajnë edhe gjithkohës u kërkon procesi i brendshëm. Ka proces shumë goditje emocionale të mëdha. Të shumta. Unë kam një pyetje këtu. Nuk e vetja. Unë kam një pyetje këtu, Afrodita. Thotë, në sy tuaj si regjizore, çfarë kanë të përbashkët Monsinjor Durandi dhe Mbreti i Lirë i Shakespeare-it? Se janë në 2 dimensione, edhe kohore, por kanë diçka të përbashkët. Ka një kleçk. Një kleçk që për të thot Loloja, që thot u plake përpara se të bëhesh i mençur. Unë këtu kam bërë revers, domethënë, ky është plak përpara se të bëhesh i mençur. Ky është plak përpara kohë. Është plak përpara kohë. Domethënë ka plakje të parakoshme si personazh. Që nuk mund t'i perceptoj shumë gjëra, domethënë që i ndodhin konkretisht. Domethënë thjesht sfida e jetës këtij personazhi, domethënë e ka qut që të jetë mbret i lirë, por para se të jetë mbret i lirë. E bukur shumë, gjetje e bukur, më pëlqen. Dhe ky përmirëson një gabim mbretit të lirë, domethënë. Ky përmirëson gabimin e mbretit të lirë. Po në bazë të Strindbergut, atë që thamë më përpara, se mbreti i lirë e dim që nuk e presin mirë vajzat. Sigurisht. Dhe ata vdesin, pastaj po që duhet jetë aktiv. Po është vajza e fundit që e Cordelia. Cordelia, po. Ndërsa Duranti e vendos që vdes, mos vdesin ata. Të flion veten e tij. Flion veten e tij për të marrë edhe siguracionet, më duket, është siguracioni. Domethënë, të ta shpjegoj Valbona, edhe për shikuesit tanë, është një vepër që prindi flion veten e tij për digjet ose helmohet, e djegën shtëpinë për siguracion që të përfitojnë vajzat të kenë një jetë sa më të mbarë. Po nuk e dje ky ndihmon që të digje shtëpia, se thot momentin që shtëpia merr flak për diçka e faktorit mbrëmshëm, ne nuk mund të përfitojmë siguracion. Po fakti që ky e bën këtë, edhe pse ka përballjen e tij me vajza, domethënë që sillen, se si sillen si do e shihni ju. Ky vendos që thotë që do digjem unë që ato të kenë dritë. Sepse me sigurimin jetësor që ka ky, nëse vdes marrin më shumë para vajzat. Do të marrin më shumë para vajzat. Edhe ky thotë që e kisha vetëm një sigurim jete, edhe atë e shita që të jetoni ju. Domethënë shpirti i këtij është shumë e fuqishme dhe shumë flijim i madh edhe i rëndësishëm për prindërit të cilët gjeneratat e reja fëmijët nuk mund ta perceptojnë. Por ky është fenomeni, domethënë duhet të kalosh në atë fazë, në atë piedestal të dalësh për ta parë. Ne flasim për shekullin e 20, nga shekulli 20 janë shkruar vepra të tilla. Jo, janë shkruar edhe më herët, edhe në antikitet kemi vepra të tilla. Pikërisht kjo është ajo që por është madhështia i përditshëm që bën çdo prind. Po çdo prind. Problematike
vetëm ne nuk shkojmë të vdesim, po shkojmë bim flejmë, që të nesër ne zgjohemi prapë flijohemi për flit. Por perceptimi i fëmijëve, i të rive, nuk është atë që siç kemi qenë edhe ne dikur. Ndaj prindërve ta. Po ka diferencë shumë të madhe, domethënë me hap galop po është ndryshu kjo. Afrodita, unë dua pak të ndalim edhe tek përgjegjja e aktorëve. Janë 6 personazhe. 6 personazhe. Po duhet nga regjia ta shikojmë në ndërkohë edhe videomaterialin edhe si u bë përzgjedhja edhe fotografitë. Për ta përçuar pikërisht veprën në nivelin që ti ke kërkuar, si u bë përzgjedhja e aktorëve? Fiktive në veprën e Strindbergut janë 5 personazhe. Unë kam zgjedhur që të marr një personazh që është shumë karakteristik të Mbreti i Lirë, që është Loloja. Këtu kam pas një personazh epizodik që vetëm ka hyrë dhe ka dalë si shërbetori Durantit, po thashun pse mos ta zhvilloj këtë më shumë. Kanë marrë Lolon, futan te Petroja dhe bëra një vazhdimsi, domethënë prej fillimit deri në fund shfaqjes. Për çështjen e personazheve i kam pas deri diku shumë thjeshta personazhet te personazhi kryesor që është babai, kam pas 3 variante për të provu, por në momentin që e kam dëgjuar domethënë Blerimin, thjesht vendosa që të ec me kët. Te vajzat kam pas një ndryshim shumë të vogël, domethënë mos harrojmë kemi edhe një vajzë që është Maqedone me nacionalitet që luan shqip. Është Mia, po. Edhe i kam 2 vajza që është Arta edhe Sheqeria. Domethënë këto janë 3 vajzat që luajnë. Është Sami Mustafa që e lu Petron, edhe është Petrit Nezidi që e lu Antonion. Domethënë kjo për mua është një puzzle, domethënë puzzle i më i mirë që un kam bërë kombinim teatr. Domethënë që secilin personazh e kam në vendin e vet. Edhe ndryshe s'do kishte qenë e bukur. Nuk do funksiononte nëse mungon, domethënë jashtë kësaj do kishte pas krisje. Do kishte pas krisje, besoj unë. Ndoshta. Po qen bindja jote që e ke ndaj trupës edhe ndaj aktorëve që e ke përzgjedhur, sepse edhe unë derisa kam informacione lidhje me Strindbergun edhe këtë kombinimin, më duket një pasqyrë sikur e shoh shfaqjen, edhe pse nuk e di. Po e di potencialin e Blerimit, të Petritit, të Jackit, edhe të vajzave më pëlqen. Janë shumë mirë si trup, domethënë janë aq të mirë, unë flas vetëm domethënë për te modesti sepse është Blerimi, janë aq të mirë saqë mendoj nganjëherë që gjithë njerëzit që punojnë për këta u hyjnë këtyve aktorëve ndërhak. E kuptoni, domethënë janë aq të mirë. Blerim. Dramë e vështirë, e përjeton gjatë gjithë kohës? Sepse ka një psikologji shumë të thellë si shfaqje. Vërtet është e vështirë. Po shumë e vështirë. Edhe kemi rënë dakord me Afroditën që një ditë do t'japim emocion tamam, një ditë do të pushtojmë. Do ndalemi që të pushojmë. Një ditë do të shkojmë deri në fund, po, një ditë do të bëjmë teknike, sepse ti e din, edhe harxhohemi emocionalisht, po të vazhdojmë. Por çdo që këto harrojnë të bëjnë teknike. Këto edhe teknikën se bëjnë teknikë. Po nuk e bëjnë sepse është të glaboron emocionit gjithmonë. Sa herë që tentojmë që të themi do ta bëj një provë teknike, asnjëherë nuk bëhet, sepse një fjalë, një reminiscencë të kthen dikur që lidhet me ato personalin që e jep te personazhi, ai të kthen gjithmonë emocion. Sa do qoftë të themi ne do e bëjmë teknike, por nuk bëhet ajo. Po është një gjë që të shterë, të shkatron shpirtërisht. Pastaj kur e bën një teknike, ditën tjetër ke të vështirë ta thirrësh emocionin e pardjeshëm. Edhe kështu që gjithmonë je në luftim, luftë të brendshme. Gjithmonë je në ndeshje me personazhin. Edhe lufta e brendshme është e cila. Dhe prandaj thon aktorët përjetojnë nuk kanë jetë të gjatë shumë. Unë shpresoj që do të kemi jetë të gjatë, por janë këto thyerjet emocionale, tortura e shpirtit që i bëjmë që na thon këta regjisorët. Edhe prandaj po thon me statistika që aktorët nuk jetojnë shumë. E pikërisht në dua të di se çfarë bëjnë aktorët para një premiere. Domethënë jeni harxhuar, themi kështu, harxhuar në aspektin e provave të shumta, siç thatë ju duhet një ditë pushim për të akumuluar të gjitha ato emocione dhe pastaj të plasohen në skenë para një premiere, cili është rituali. Mundohemi të pushojmë më tepër dhe të jemi sa më të saktë në atë që na pret. Mundohemi që është më e rëndësishme të harrojmë atë çfarë kemi bërë që të jetë sa më natyrshme pastaj kur dalim në skenë. Dhe na pengojnë edhe fëmijët tanë na pengojnë. Po të na ngasmojnë para premierës. Se fillosh si personazhet, sigurisht. Po tash fëmijëve po i pengon edhe dukja, sa ashtu në fillim të emisionit. Për të pamjen time është kujdeset. Nuk më le asnjë çime të prek. Zakonisht regjisorët i qethin aktorët,
Mu akoma nuk më Të kanë qenë. Detroit kanë shumë thjesht. Të unë kam shumë thjesht, një parukë dhe natën e mirë. Nuk e qenë edhe po vjen kështu që thot, a ka mundësi vetëm pak? Jo. Po shumë keq mi dita. Jo. Jo, nuk ka nevojë sepse vërtet Unë e ndonjëherë du flokët të do me mëdha thënë. të kalavesh në teatr funksionojnë mirë. Domethënë kanë një dramaticitet. Jo, po ma jep edhe Jo. atë, do me thënë atë plakën, do me thënë, ju nuk e dini si duket Blerina Skem, por atë duhet vini tash. Duhet vini tash. Do me thënë, figura e këtij është, nuk e, do me thënë, është diçka e veçantë. Besoj që do të jemi prezent, kjo është shfaqja do të mbahet miqdashur, mos harroni nesër mbrëm në ora 18 në teatrin e Tetovës, mos harroni. Dhe pastaj do të jenë në ditën e vazhdim do të kemi edhe repriza, rivanje të. Ajo Po, është 22. edhe pyetja ime, vazhdimësia e shfaqjes, si do të jetë, do të udhtoni pak ndoshta në vende tjera, po tani për tani Është- do të jeni në reprizë. Shfaqja është kamertale, më duket apo jo? Kamertale. Kamertale është për numër të kufizuar edhe të publikut, sepse kur është kamertale flet më mirë me audiencën. Ashtu e donte shfaqja. E don shfaqje, nuk ka nevojë për një skenë të madhe. Nuk është se zbëra disa tentime për ta, po thjesht, do me thënë, ideja ime për atë unë çka doja, t'ja shoh Blerinit, shoqërisë, Emocionit, artës, të gjitha Petrinit. A do zbulojmë edhe diçka tjetër për shfaqjen? Do zbulojmë diçka apo t'i lëm kështu paksa më mistike, ta lëm që të vinë shikuesit ta gjejnë veten e tyre? Po si doni. Mendon që do e gjejnë njerëzit shumë veten e tyre në Gjithsecili, besoj. gjithsecili, që janë në një moshë caktuar. Gjithë ata që kanë raporte me fëmijët e vetë, ose fëmijët që kanë raporte me prindërit e vetë, do ta gjejnë veten aty. Si e shihni pak kështu këtë temën tash interesante se trajtohet një temë, siç e thash edhe pak më parë, që nga shekulli 20 janë bart problematikat e njëjta. Duket sikur nuk Kemi kemi si deja vu si shoqëri Po. që po na rikthehen gjithmonë. mund të themi që nuk ka shërim të këtij problemi, do thoya ashtu, sepse si e shihni tani problematikat që ndodhin në kohën tonë. Çdo gjenerat vjen me hallet e veta. Edhe me sakrificat. update tjera, Ashtë. duke i shtuar më shumë. Ne kishim hallet tona, për shembull, vjen kesh ta marrë si shembull se është politik, për shembull, ne kishim hall gjuhën shqipe me Probleme kemi patur në Arsin, shtet. Tani fëmijët tanë nuk do ta kenë atë hall. Po. Po kanë hallë Sepse flasin gjuhë universale, flasin anglisht. E kupton as që do merren ato shembull e marr. Ndoshta do të merren, po mbas edhe mund mos merren. Do të kenë problematika të tjera. Do të thonë do të kenë problematika të tjera. Po kjo është një ndër problematika që qëndron të jetë. Është kjo braktisja, Është vetmia. krisja, po krisje ka, do me thënë vet faza që na vjen. Unë e ndjej për shembull Dhe që kjo krijon edhe ne konflikt vetë pastaj kemi me ndryshuar. prindrit e Ne Po, do me thënë ndryshojmë. ka konflikte shumë mëdha në familje, sigurisht që nuk janë të njëjta. Njëherë për sa t'ju përgjigjur asaj pyetjes paraprake që ma bëne, ajo puna e festivalet i mbetet teatrit. Nëse teatri mendon që ka shfaqje të mirë në dorë, i bie që duhet ta udhtojë. Nëse ata mendojnë që diçka tjetër duhet dali. Po kjo, për sa i përket, ka dyndje shumë mëdha, problematika vetë në vetvete, fakti që neve mentaliteti na lidh aq shumë për prindit, se prindit na mësojnë Po. të jemi të ati, do me thënë që ju jeni për ne këtu, ju jeni për ne, e kur vjen momenti që ne duhet ndahemi të jemi secili për veten neve, do me thënë se Jemi- edhe ne duhet vazhdojmë jetën ta, e do me thënë aty ka më një krisje. Unë të doja të ndaja një Është shumë e problematikë fuqishme. personale që e the shumë bukur, sepse babai im nuk jeton më dhe do me thënë ndarja, shkëputja nga jeta e prindit është shumë e dhimbshme dhe asnjëherë është një dhimbje që do ta kalosh jetova apo setove me ta. Mirë po është kjo lidhja që asnjëherë nuk na lan të shkëputemi nga ata, që bën edhe më të vështirë humbjen e tyre. Prandaj është me të vërtetë një temë që mund ta shqyrtojmë ndritore edhe Jo, mund të, po tjera. janë shtetet tjera e kanë më të pamvarur, kanë krijuar fëmijët mbase. që në Unë moshë po më të them re të i ftohemi kanë sikur në perëndim, të krijohet një pagojnë ftohje. qirat tek prindërit, po ne si sistem patriarkal Nuk them. nuk i kemi këta të Po, se ne të kemi se kemi hallet trashëguar tjera, për shumë vite, Po, se mi nuk marrë janë në çështje më problematika- madhore se sa jemi në tranzicion. problematikën jetësore. Pikërisht. Po janë problematika tjera që vinë pas, do me thënë, largimit të prindërve. Janë gjëra të cilat ndodhin. Kyle Gibrani, do me thënë filozofi, thot diçka. Ju i keni fëmijët e juaj, po mos tentoni t'i bëni ata gjithkohës si vetja. Sigurisht. Kupton? E ne faktin pse tentojmë gjithkohës të bëhemi si Gjithmonë. prindit e kemi pastaj të vështirë këtë ndarje. A vërtetë, me që jemi- dy djem kanë që janë jashtë dhe hala se ne Sy në pranojmë faktin që ato janë larg po, aty. me që jemi në minutat e fundit, unë do doja të parashtoj një pyetje për fundit. Strindbergu e ndez zjarri, ndërsa Shakespeare e lën stuhin që të flasë. Po. Ju si regjizore, cilin e zgjidhni? Flakën që shkatron apo erën që pastron çdo gjë?
Cilën zgjedh unë nuk i zgjedh, unë bëj kombini. A, i ke kombinuar të Unë dy. zgjedh erën që të ndezi flakën. Për të lanë me pikpyetje publikun. Vlerime bukur kjo, ha? Po kjo është e durant. E keni Se ky pret që të vijë era, Pret nuk e ndes. pret domethënë- fortunën të Shakespeare-it që të jep flakës shkëndijën që të... domethënë, Durante nuk e ndes vetë shtëpinë, po shfrytëzon fenomenin natyror që duket sikur Më aksident, po pëlqen nuk edhe është. simbolika edhe mënyra, unë ju dëshiroj që gjithë këta shkëndija që i jepni si mesazhe të jenë të pranueshme për gjithë spektatorin, t'i kuptojnë dhe të reflektojnë në jetë si e më mirë. Shpresoj që kjo shfaqje të jetë një stuhi e madhe, të ketë një jetë të gjatë, Dhe të qarkullon përfshijë stuhin gjithandej në për gjitha teatrot lartë e poshtë kudo që i kemi, në vend, në rajone dhe më lartë. Dhe ndonjë për fund, sepse dua të uroj shumë, sepse janë vërtet dy autorë të cilët i dua shumë. Dhe mezi presi ta shikoj këtë shfaqje. Unë fundin do ja lej Blerini. Po unë përveç se dua shpejt e shpejt të rregullohem qesh. Jo, se do ketë kontinuitet shfaqja, nuk gëzosh. Nuk guxona një vjet një. Jo, vërtet edhe ne shpresojmë që do të udhtojmë për festivale të ndryshme me këtë shfaqje dhe do të japim një copës edhe të teatrit të Tetovës gjithandej, po edhe të Strindbergut, të Shakespeare-it, nëpërmjet punës së Afroditës. Kombinimit fantastik. Unë personalisht u kënaqa shumë dhe mësova shumë gjëra, ju dëshiroj shumë Kemi prekur shumë suksese. me pika të po. shkurtra, nuk u futëm në thelb sepse Po. do të shikojmë sigurisht që ta shikojmë atë. Kemi qef pak ta marrim ekskluzivitetin, ama këtë radhë e lam Jo, kështu. do e lëm kështu. Po. Qetë, mirë, në mbarë, për ta parë se stuhia, se si do zhvillohet konkretisht nesër në ora 18 në Teatrin e Tetovës. Afrodita, faleminderit shumë për Faleminderit vizitën. shumë që erdhe dhe që gjetët kohë për ne. Suksese, Faleminderit për jetë të ftesë. gjatë shfaqjes edhe paqit krijimtarisa më shumë. Dhe shumë Faleminderit të shumë. plot.